pezullimit. Jo. Në nështrimi i ekzekutivit, sigurisht të gjithë jemi ndër ligjin. Këtu qenë ka puna. Pa diskutim, që të gjithë jemi ndër ligjin, dhe nga lashësia gjerësot, të drejtën për gjykue zbatime apo mos zbatime në ligjit, shoqërit ja kanë besuar gjykatave, gjykatësve dhe prokurorëve. Këtu qenë ka problemi. Në nështrimin, nuk jemi mbi ligjin. Këtu Edi Rama dëshmon për mbajtjen e tij psiqike. Qenë ka mbi ligjin. Çfarë do thot kjo? Do thot që ekzekutivi është i aftë, për ekzekutivin nuk ekziston ligji. Vazhdon nga pozicione ekstremiste të majta. Kërcënim i paprekshmërisë së vullnetit demokratik. Dëgjojeni. Vullneti demokratik e kërcënojnë. Jo ata që mbrojnë ligjin dhe zbatojnë ligjin, por ata që vjedhin pasurit publike duke shkel ligje dhe kushtetut. Kush e kërcënon vullnetin demokratik? E ka fjalën për kërcënimi pa prekshmërisë, po a nuk u largua koçokogdhima nga parlamenti se kishte marrë fonde me Abisnetin? Pa lexojeni pak çfarë thot Gjykata Europiane e Drejtave të Njeriut? A nuk kishte koçokogdhima në parlament si përfaqësues i vullnetit demokratik të zgjedhësve? A ka mashtrues me ordiner se këte person që thot këte? Kërcënim i paprekshmërisë së vullnetit, pra nxjerrja për leskash jashtë nga parlamenti dhe grisja mandatit, që nga normale, po pezullimi, duke i lënë mandatin, duke mos e nu mandatin. Kjo qenë ka paprekshmëri e vullnetit, sepse pas kim lindur të pa pezullueshëm ne që votohemi. Që shtaj mor? Shministra jo, pezullohet. është funksion publik. Pezullohet. E shpall në akt në presion e ti ndaj gjykatës kushtetuese, si një akt kundër ndarjes pushteteve. Po që kur është krijuar drejtësia, është krijuar pikërisht të mbikëqyrë pushtetet për zbatimin e ligjit. Ajo është besuar asaj. Po në qoftë se beson, në qoftë se Edi Rama beson me ndarje pushteti, pa mundësin ose pa ligjshmërinë e drejtësisë për të gjykuar, për të vendosur, për të dëshkuar antar të degëve tjera të pushteteve kur ata shkelin ligjin. Atëherë, çfarë mbetet këtu? A e kuptoni ju se sa i rrezikshëm është ky njeri? Kundër standardeve të Venecias, edhe njerë, Venecia nuk ka asnjë gjykim, asnjë vlerësim për asnjë ministër që nga
themelimi i këtij komisionit ndëruar gjerësor. Pse? Se nuk ka ministër të pa fytyrë të pa cip, që pasi të kapet duke vjedhur dhe të akuzohet nga drejtësia të shkojnë në Veneci të kërkojnë shtep për të mbrojtur. Që nuk ka. Nuk ka shkuar. Nuk ka shkuar njeri. Po, Venecia ka vlerësime për nenin e pezullimit. Konkretisht, neni 117 të kodit procedurës penale të Kosovës. Në cili absolutisht e gjën plotësisht të përputhshëm me Konventin Evropian të drejtave të njerëzit, me Kushtetutën e Kosovës, por thekson që duhet të ruaj proporcionalitetin. Thekson duhet të ketë bazë ligjore, pra përcakton kushte të cilat në rastin e Ballukut jo janë mbushur, po janë stërpërmbushur. Pra, Venecia nuk është ngritur në mënyrë, nuk thot në asnjë këshill të saj se pezullimi i zyrtarit publik nuk ka të bëjë me ministrit. Asnjë prej tyre.